Unë si qytetari Prishtinës nuk më pëlqen se qysh funksionon brenda Prishtina ose nuk më pëlqen drejtori sportiv i Prishtinës. Kjo si shdash më pengu mu me shku me këshy një lojtar të Prishtinës në fush. Sepse një drejtor sportiv i Prishtinës se qysh punon, mu nuk më intereson bashet si qytetar. Normal, Prishtinën për marrë masion jetojnë Prishtinë. Si trener që jam, ajo mundet më interesu. Se ndoshta unë jam shumë maj mirë se trajneri që është aktual, edhe për shkak që ai ka mujt me pas diçka shumë atë afërt, është buaj dhe ojone. Gjithmonë për marrë si shembull. Por si qytetari thjesht, nuk ish dasht me ndiku, nuk ish dasht me lanë dritën vetë, sepse e kemi lanë dritën vetë, dhe kjo nuk ka ndodhur para 2 vite me Ballkanin, kur stadiumi ka ushtu prej 12.000 vetave, 13.000 vetave. Dhe nëse ishin i kundërshtartë, ndoshta drita, Ballkani nuk e ka pas një AZ Alkmaar. Ballkani nuk e ka pas një Feyenoord. Drita i ka pas. Dhe nuk kemi qenë gjendje me mbush asnjëherë stadiumin me kapacitet të shtumë. Plus asoj, kur ka ardhur AZ Alkmaari, që e tha dhe trajneri, që në krahasim me dritën, është një super fuqi botërore, krahasim me dritën, po them, jo që ish dasht me umush 13.000 veta, po ish dasht edhe 10.000 veta jashtë me met pa bileta. Nëse jem qaq që po thojmë jem Brazili Ballkanit, e dojmë qaq shumë futbollin, ish dasht me kanë ajo. Cila është tjetër? Janë edhe kushtet financiare. Dorën zemër, e kemi ndëgju edhe me ne, nuk e dija e kom dëgju këtë emision, apo me një emision tjetër është elaboru, nëse ne bab niset me grun, me 2 fëmijë prej Gjilanit, është një kosto minimum 100 euro. Është nafta, janë biletat, është ajo, është tjetra, dhe normalisht që infrastruktura, nëse i shkon një stadium në dritë, ish largu një 60-70 euro. Në kohën kur ka qenë Ballkani, rrugët kanë qenë më të vogla se tash. Po tash unë nuk e di ndoshta. Njëjtë. Para 2 vite blenë, sot të para 2 vite njërë. Unë po biletat janë shtrejtu. Unë kom qenë... Nofta është e njëjtë. Unë kom qenë personalisht stadium tek Ballkani, për shembull. Kom qenë personalisht edhe te drita. Jo, po, edhe tifozët e dritës dhe shpenzimit i ka marrë si sa me normal, në aspektin rrugor, Suari ka ka shumë më mirë rrugën se sa, sepse veç fakti që rruga Prishtinë-Gjilan shquhet si rrugë e vdekjes, atëherë normalisht që tifozët janë të indinjuar. Disa edhe pritojnë, por nëse